asajt, na i shpalos në studio. Vet Rita, që mirë presim. Mirë se na erdhe, Rita. Mirë se u gjeta, Njuza. Një ditë e modës kjo edhe në botë, të gjithë po flasin për veshjet në Met Gala, gjithë andej moda, sot më duket në qoftë se shohim çfarë kanë qenë kërkimet më të mëdha online, sot janë mod, fashion, dizajnerët, kush prapa asaj, kush prapa këtij. Po që edhe në vendin tonë kemi emra shpesh e di kur i shoh çka kanë vesh, tham në veshjet e kësaj dizajnere nga Kosova kishim e u duk më mirë. Ka emra në Kosovë që konkurrojnë shumë mirë me shtëpitë më të mëdha të botës, fatkeqësisht janë në një treg më të vogël dhe nuk kanë depërtuar as larg për të lidhur me ty. Mirë se na erdhe, jam shumë e lumtur që të njoh edhe që dikush në Kosovë mendon në këtë aspekt ta lidh modën me ambientin edhe me qëndrueshmërinë. Faleminderit shumë Njoza për ftesën. Normalisht, kjo ka qenë një udhëtim i ri edhe për mua edhe një eksperiencë e re. Si dizajnere e re në industrinë e modës, njëna shumë e përgjithshme për me ndërlidh një mënyrë të re që me bo modën sa ma të qëndrueshme edhe sa ma të shëndetshme për ambientin tonë. Dhe kjo ishte vetë si një projekt, si një fazë eksperimentimi i krijimit të materialeve alternative që janë pak si ndryshe nga materialet tona tradicionale që i njohim. Kjo që po. Që në fakt ato më tradicionalet edhe nuk janë aq të damshme për planetin, por për këto të reja të fundit, sepse pa mbukur 100% edhe jo shumë i ngjyrosur me kemikale ose llani, linoja, janë mitësore me ambiente, dikur dekompozohen, po pastaj elastenat, poliesterat, viskozat, krejt këto janë problemi kryesor i natyrës. Edhe moda e shpejt, definitivisht. Tregom çka ke fillu me eksperimentu edhe çush ke arrit ndoshta me shëndru një mbetje ushqimore në një biomaterial? E gjitha kjo ka nisë si një fazë eksperimentimi pikës pari para disa muajve me dizajnerën Hana Zeqa. Ka qenë një projekt që kemi bu me Paper Gallery Living Threads, ku kemi eksperimentu me biotekstile të krijuara nga kombucha, bioplastik të krijuara nga niseshtja, uthulla dhe të gjitha këto më pasi kemi ekspozu në një ekspozit në Paper Gallery dhe pas asaj mu shtu ala kureshtja që me eksperimentu edhe me metoda tjera. Edhe më ka ardhur mundësia që me shku në Austri në një program ku kam shku si një artist në rezidencë në Vjenë. Edhe atje i kom zhvillu edhe ma shumë, edhe kom eksperimentu me metodat tjera të ndryshme që mund të shihen edhe këtu në video. Ja po shohim, çka janë këtu? Nga çka janë krijuar? Kjo material është i ndërtuar prej, kam eksperimentu me disa metodat të ndryshme, do me thënë me rrep të kuqe, kafe, spanaq, do me thënë edhe jo mundu sa ma shumë me përfshi materialet që janë organike dhe që biodegradohen me kohë në natyrë. Do me thënë gjitha këtu shqipyshenet që përshamë kjo është biotekstil i kryum prej rrepës të kuqe, edhe është me alginat që është si përbëmje prej algave të detit. Dhe jetë gjatësin të zhvarët prej trashësisa e ka, si kujdeset personin fjoj për ato. Mirë po, me rëndësi është që të gjitha e kanë drejtimin e njëjtë, janë të biodegraduar, dushme në mjedis dhe nuk janë të dëmshme për ambientin tonë. Edhe për neve në fakt, sepse edhe ajo që nuk flitet shumë është pasojat që i kemi nga secila veshje që e kontakton trupin tonë, që është gjithë kohën duke ndajt, që ka na marrim nga